Nata e Kadrit, një natë që mund të ndryshojë gjithçka. Në këtë video do të shpjegojmë çfarë është nata e Kadrit, kur mund të jetë dhe cilat ibadete janë më të vlefshme atë natë. Nata e Kadrit është nata kur filloi zbritja e Kur'anit famëlar. Allahu xhalleshanuhu në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Po ashtu thot: Lejletul qadri khajrum min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë si 1000 muaj. Pra 1000 muaj janë të barabartë sa 83 vite ibadet. Mendoni këtë. Një natë ibadet më e vlefshme se një jetë. Në këtë natë zbresin melekët, bizotron paqja dhe mëshira e Allahut është e hapur për ata që e kërkojnë. Kur është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është në muajin e Ramazanit. Gjithsesi në 10 ditët e fundit, Muhamedi a.s. na ka mësuar ta kërkojmë natën e Kadrit në netët teke. Natën e 21, 23, 25, 27 dhe 29. Nuk dihet saktësisht se cila është ajo natë. Dhe ndoshta kjo është urtësia që të mos zgjedhim vetëm një natë, por të përpiqemi në çdo natë të kërkojmë natën e Kadrit. Çfarë të bëjmë në natën e Kadrit? Fal namaz nate, por fal me përqendrim të plotë. Lexo Kur'an dhe mendo për kuptimin e ajeteve cilët i lexon. Bën sa më shumë dua me zemër të hapur. Nga duat më të bukura është ajo të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila e pyeti pejgamberin alayhis salam: nëse arri natën e Kadrit, çfarë të them? Ai i tha: thuaje këtë dua: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës e do faljen, andaj më fal mua. Thuaje këtë me bindje. Thuaje për veten, për prindërit, për fëmijët, për gabimet që i di dhe për ato gabime që i ke harruar. Nata e Kadrit është mundësia jonë për një fillim të ri. Mos e lini të kalojë si çdo natë tjetër. Edhe nëse jeni të lodhur, edhe nëse jeni të rënduar me halle, ngrihuni për Allahun, sepse një natë mund të peshojë sa një jetë. Allahu na bëf për atyre që arrin dhe përfitojnë nga nata e Kadrit. Amin.